Dhënia e ndihmës parë mund të jetë vendimtare për jetën e personit i cili tashmë është i aksidentuar. E teksa këto fjalësh tingëllon i njohur nisur nga bilanci shtuar i aksidenteve, shumica e personave që kryen këtë akt nuk janë të specializuar, nuk janë të qetë dhe nuk kanë përqendrimin e duhur, duke shkaktuar tek të aksidentuarit edhe dëme të shtuara, duke ndikuar më shumë edhe në humbjen e jetës. Ja çfarë këshillojnë specialistët në kushtet e një aksidenti, kur ndihma e parë është vendimtare, por kur nuk jepet nga personat e formuar, përkthehet në humbje jete. Në rast se një person nuk di le të themi ose nuk është i trajnuar për mënyrën se si duhet nxjerr një person nga makina, është më mirë të mos e prek me dorë fare, sepse dihet që në aksidente rrugore personi mund të ketë dëmtuar qafën, ndoshta shtyllën kurrizore, ndoshta një hemoragji e brendshme që gjatë lëvizjes, zhvendosjes apo transportit, kjo mund t'i kushtojë jetën personit të aksidentuar. Aksidentet e ditëve të fundit kanë shkaktuar dhe një panik të qytetarët që duan të nisen me pushime apo janë duke udhëtuar në rrugët e Shqipërisë nga mundësia e përfshirjes në një aksident. Nisur nga këto ngjarje, është kthyer në domosdoshmëri dhe dhurimi vullnetar i gjakut, pasi raporti i kërkesës për gjak me ofertën është në raport të drejtë dhe negativ. Aksidentet janë rritur, kështu që është shtuar domosdoshmërisht dhurimi vullnetar i gjakut. Unë bëj një apel për të gjithë njerëzit që kanë mundësi për të dhuruar gjak, të detohen qendrave të gjakut, klinikave ku bëhet dhurimi vullnetar i gjakut dhe të bashkohet me nismën e Kryqëzimit Shqiptar Dhuro Gjak Shpëtoj Jetë. Temperaturat e larta kanë rritur nevojën edhe të smurëve që janë me zemër për operacione, kështu që nevojat janë akoma më të mëdha. Specialistët flasin se nëse një person i të aksidentuar nuk jepet ndihma e parë e nevojshme nga 2 deri në 8 minuta, ka më shumë mundësi që të humbasë jetën.